Të gjithë syt janë mbi ju. Zbuloni dy shenjat më me fat të horoskopit për muajin qershor, parashikimi për secilën. Qershori viti 2026 sjell lëvizshmëri intensive astrologjike me planetët që krijojnë një skenë ndryshimesh, zhvillimesh dhe mundësish veçanërisht për këto dy shenja të zodiakut, ndërsa vera fillon, energjia e diellit duke të jetë veçanërisht e favorshme për dy shenja që po hyjnë në një periudhë shkëlqimi intensiv, Luani dhe Binjakët. Me veprimin e Marsit, ndikimi emocional të Venusit dhe lëvizjen e Jupiterit, harta astrologjike e këtij muaji tregon se asgjë nuk qëndron në vend. Zhvillimet janë të shpejta, marrëdhëniet thellohen dhe mundësitë profesionale shfaqen në mënyrë të papritur. Dy shenjat e zodiakut që do të kenë fatin në anën e tyre në muajin qershor janë këto. Luani. Për Luani qershori duket si një kohë kur të gjithë syt janë mbi të. Ndikimi i Venusit rrit charmin dhe shkëlqimin e tij personal, duke bërë atë veçanërisht tërheqës si në aspektin shoqëror, ashtu edhe në atë romantik. Në të njëjtën kohë, Mërkuri rrit kreativitetin dhe aftësinë e komunikimit duke ndihmuar atë të promovojë me sukses idetë dhe planet. Profesionalisht, Luani ka mundësi të spikas. Propozimet e reja, projektet krijuese apo edhe njohja e rëndësishme mund të ndryshojnë rrjedhën e tyre. Jupiteri, i cili ndryshon pozicionin drejt fundit të muajit, vepron si katalizator për sukses, duke hapur shtigje dhe rritje në zhvillimin tuaj. Në dashuri, periudha është kaq e fortë. Luanët beqar mund të përjetojnë një njohje intensive, ndërsa ata që janë në lidhje thirren të bëjnë hapin tjetër ose të rinovojnë dinamikën e lidhjes së tyre. Binjakët. Për binjakët, qershori sjell një energji më dinamike nga brenda. Ndikimi i Uranit krijon një nevojë për ndryshim, liri dhe diferencim nga zakonet e vjetra. Është një kohë kur binjakët thirret të thyejnë kufit dhe të guxojnë për shtigje të reja, si personalisht ashtu edhe profesionalisht. Jeta e tyre merr një ritëm më të shpejtë me mundësi për njohje të reja, bashkëpunime dhe projekte që i nxjerrin nga rutina e tyre. Megjithatë, nevojitet kujdes në menaxhimin e financave, pasi një tendencë drejt spontanitetit mund të çojë në teprime. Në fushën profesionale, kreativiteti dhe fleksibiliteti tyre janë aseti tyre më i madh. Idetë e reja dhe sugjerimet e papritura mund të hapin shtigje që nuk i kishin imagjinuar. Emocionalisht, energjia e muajit përfaqëson nevojën për marrëdhënie të vërteta dhe lidhje kuptim plot. Qoftë në një lidhje apo beqar, binjakët janë të thirrur të ndjekin zemrën e tyre pa frikë.